Në kodrat e Ulqinit, me sullinjve të vjetër, takuam një ullishtar që vazhdon punën e brezave para tij. Ai flet për rëndësinë e ullirit dhe rolin që ka pasur në jetën e banorëve ndër vite. Për të, ulliri është pjesë e historisë dhe punës së përditshme. Me ullisht, siç e dim, shumica populli kanë ullishta dhe merren me tradita me këtë biznes. Por ne kemi edhe ullisht të vjetër për 1500 dhanë të në reonin Pistolla, kurse me këtë ullisht unë kam fillu me marrë profesional, gjysh 2012. Po na tregoni si familje, ishte gjithmonë ndër vite ky profesioni i ullishtës, ka ndihmuar në ekonominë ullishta përpara flas? Përpara ka ndihmuar shumë, se shumica prej popullit që kanë ullishta, pronat e veta, normal janë marrë me atë biznes dhe ka pas një farë afërsie, kanë shumë njerëz që i di unë dhe kanë jetu prej së gjatë. Po na flitni pak si e shihni në përgjithësi këtë traditën e ullishtës, si ullishta vjetër që është edhe tek që shkohet për në Valdanos, për gjitha ullishtat flas. Na tregoni pak si e shikoni ju, si është ruajtur kjo pjesa e marrjes me ullisht ditëve të sotme? Si që dim të gjithë, ullishtat e vjetra, pjesa e Valdanosit dhe anët tjera të Ulqinit, janë marrë profesionisht se s'ka pas sorta të reja si që janë tash, edhe që përparojnë ma tepër. Ullishtat e vjetra janë shumë problematike me mbajt edhe me mpunu në bazë tyne, se puna terenit ishtë shumë problem për me çu ushqimin, për me çu ujin, por njashtu janë maj përpara. Shumë problematike, por tash kanë dalë mjetet e reja, sortet e reja, siç i kam fëmijat për shembull, ta dojnë krasitje, ujitje, edhe ushqim, edhe normal për që me prej barin, se bari jam mërë ushqimin bims. Po si ish marrë dhe familja jote dhe me përpara me këtë biznes? Jemi marrë, gjyshi, baba, axhat, janë marrë me ullisht të vjetra, kurse këta janë mjellona, 2012, 3200 rajnë kam për momentin, edhe unë jam shumë i kënaqur. Po sa ka ndihmuar në ekonominë familjare, flas kur ishit edhe jo vetë fëmijë, ullishtat në atë kohë? Ka ndihmuar, mjaft ka ndihmuar, por plasimi i vojit, ullirit, përpara prej Ulqinit ka ishtë transportu edhe në për Dubrovnik, në për Kroaci. Kurse tash Kroacia ka arrit një bazë tjetër që ata transportojnë jashtë Kroacijet në për shtetet evropian, kurse na në Maldi kena ngellë shumë rapa. Kena problem me plastim, sepse konkurencia është shumë e madhe, çmimi ishte shumë diferencë me varet se kush si e punon edhe sa ka vojën e pastër, sa është vojë kvalitet, por na punojmë edhe mundohemi që ta mbajmë kvalitetin në nivo. Në një bisedë që kishim para kësaj, treguat se si përpara ishte bërë voji i ullirit. Na tregoni pak gjithë këtë proces, sa ishte vështirë dikur të bëhej voji i ullirit? Voji i ullirit përpara ka qenë shumë problematike, se ishtë përpunu një makineria që janë, po thomi, tash për ne janë të vjetra. Por ata makineria që kanë kënë të vjetra, për shembull mollini i gurit, kurse, tu janë shumë metoda që i kanë bërë shumë ndryshime, edhe ishtë në rregull. Brumi, për shembull, që ishtë punu në mollir të gurit, brumi nuk guxon me pas kontakt me ajrin. Dhe me thënë, brumi kur përpunohet, duhet me kënë i mbyllur, si me thënë, në kajde komoret. Këta komorat që janë tash centrifugat, për arsye se anmiku më i madh i brumit kur bëhet përpunimi është ajri. Po na tregoni vaji i ullirit më i mirë dikur apo sot? Ka ndryshim? Normalisht njerëz të vjetër të Ulqinit edhe rrethinave, ka njerëz që hala i diun që i takoj, nuk e ndrojnë. Dojnë atë mëshirë, atë erë, atë vjetrën, atë që e marrin pitoke, por te kvaliteti është shumë ndryshe. Tash varet si kush çka don. Edhe varet si kush është mësu.
E di nga biseda që kam dëgjuar që përpara është cilësuar i pasur ai që ka pasur ullisht. Si e mbani mend këtë pjesë? Kush ka ullisht ish pasuni, por kush ka ullisht duhet me mbajt edhe me punu. Jam me thënë që kam ullisht edhe me shku një herë në vjet në ullisht. Në ullisht, ullishta e dën trupin e insanit, trupin e njerut me shëtit në brenda. Edhe që se nuk ke pun me punu, e bën një shëtitje edhe e dën trupin e njerut. A është dashnia nga ullishta. Kur s'ke, në qoftë nuk ke dashni nga ullishta, nuk e dëshiron atë që e punon, atëhera jena në krejt gabim. Po, përpara ja është kushtuar një kujdes më i madh ullishtave, flas, ulçini i vjetër i ka kushtuar ata që kanë pasur ullisht, i kanë kushtuar një kujdes më adekuat. Ishte ndoshta kush ka pasur ullisht ka qenë profesioni i vetëm që janë marrë. Ndërsa sot mos është zbehur pak kjo tradit flas? Përpara nuk ka qenë ndërtëmëria, se çka bëhet sot që punohet në ndërtesa, zgrada, njëna tjetra, edhe turizmi ka qenë shumë më i dobët. S'ka pas aq shumë banesa, s'ka pas shumë apartamenta, s'kena pas shumë turizëm, për jena të fol puna sa 40-50 vjetëve mrapa, kurse tash kanë dalë gjëra tjera që i merren populli me biznise tjera. Edhe është normal, se nuk mundet tanë qyteti mu marrë me ullisht. Ama edhe ata që e kanë ullisht tash janë shumë pak të u marrë me ullisht, gjina. Janë shumë pak të u marrë me ullisht, duhet me kujdesu pak më tepër. Përmende që terreni është më i vështirë kur ullishtat janë më të vjetra. Çfarë kujdesi duan ato ullishta që janë të mbjella kohë më parë? Problemi është terreni normal, duhen kush ka mundësi me bar rrugën që me depurtu, dojnë mas me krastitje dojnë të ranë, kurse njerëz nuk i krastisin ullin. Janë njerëz që i kanë 100 ranë ullin, i krastit për gjithë vjet ka 10, ka 20, unë i thëmë krasitni se nuk ke frut. Për arsye ullishta vjetër jep frut ky 4-5 vjetëve. Aja kishte më na frut për gjithë vjet, ama duhet kujdes. Duhet me krasit, pika parë është krasitja. Duhet mu ull, kanë shku shumë nelt. 7 metra, 5, 6 metra, 10 metra, ka gjithë farë lloj-lloj. Ka ullin që nuk ka shans mu afru. Kujdesimi, puna, por rinia e sotshme nuk shumë dopt. Kam dëgjuar që gjithë familja apo i gjithë fisi kanë shkuar dhe i janë përkushtuar më tepër ullishtës, ndërsa sot si funksionon sot? Sot funksionon shumë dopt, kush ka mundësi me majt edhe janë të punu që disa njerëz që një punë që punojnë edhe janë shumë të kënaqur kur marrin prodhimin e vet. Se po shkove në marketa ke vojna prej krejt Evropë që vjen specifikisht prej Italie, prej firma Monini është firmë, nuk ka një ranj ullinit. Ata mbledhin vojën e për ta fabrikat që ai vojë nuk guxon me hyrë në shtetet Evropë. Por se i vjen Maldi. Ai është shumë vojë i dop, por gjithkush e fletat veten, diku i komenon, diku jo. Por përpara ish majt, si thash ma heret, ish majt shumë zor, ka qenë shumë zor më majt ullishta, tash ka ardha dhe ma zor, problem punëtoria, problem rinia, kush ka mundësi i bën ofertë, mundohet me majt edhe me punu, edhe me marrë prodhimin e vetë. Sa mendoni që gjithë këtë pasuri që shohim sot këtu, por edhe në pika tjera që i keni, mendoni që do t'i trashëgoni dhe do të përkujdesen trashëgimtar tuaj po njëjtësi jo? Nuk e di se çka kam u bë, ali unë siç kam fillu, ashtu kam plan edhe si jam të e majt edhe të punu. Tash kur fëmijë për shembull, nëse kur të rriten, në qoftë se kanë dëshirë me vazhdu, mirë, nëse kanë qef dëshirë me vazhdu, atëhera unë do të punoj deri kur të muj me punu. Deri tani brezat kanë ditur ta ruajnë këtë pasuri duke mbajtur gjallë traditën e ullirit në çdo stin. Vitet që vinë në mbajnë me shpresë, por edhe me frikë se mos rrënjët fillojnë të harrohen.